Çarja e argjinaturës në disa segmente të lumit Seman për shkak të prurjeve të mëdha ka shkaktuar përmbytje në disa fshatra të rrethit Fier. Banorët e zonave të prekura kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre pasi uji ka izoluar pjesë të fshatrave, duke shkaktuar situatë alarmante. Gjatë orëve të natës në kuadër të operacioneve emergjente janë evakuuar në total 9 persona, të cilët janë strehuar tek të afërmit e tyre. Megjithatë, shumë banorë vazhdojnë të shqetësohen për fatin e të tjerëve dhe për bagtitë e bllokuara. Ata bëjnë apel për ndihmë urgjente duke theksuar se prioriteti kryesor mbetet shpëtimi i jetëve njerëzore dhe i bagtive. Ti kam çonin aty sa burrin ti landelet. Keni kontaktuar me bashortin dhe djalin tuaj? Kam telefonat këtu. Pra nuk e dini se si është gjendja e tyre? Jo, nuk e di fare çfarë është dhe. Dua të shikoj. Blidi tiki. Është çobani andeja. Po ne si dim ka 3 ditë pa ngre papire se dim ku janë. Ka vajtur ne duam njëri ti nxjerrim atë se di ku ndodhen fiks fare. Po në telefon keni ka arritur kontaktuar? Jo, s'kam bateri ata, çish do lidhej. Keni frikë për jetën e tyre? Po normal. Se lop spaqjanë do të nxjerrim njerëzit. Banorët faqsojnë autoritetet për mosmarrjen e masave paraprake dhe për mos forcimin e argjinaturës në segmentet ku problemi është i njohur. Për ditës së dieshme ka filluar ditardhja deri në lumit Qande, janë shkuar gjinaturët dhe po përmbyti. Presim nga qasin të largojmë lektorinë, që akoma se kam shpërndur. Nuk po mirëmbahen fare gjinaturat, as një lloj për këtë zonë ku s'ka bërë një fare. Çfarë baktish keni saktë? Po kam një 7 koplova. Forcat e ushtrisë ndodhen në terren me varka pranë zonës zetare dhe stallave të baktive për të ndihmuar çobajt dhe për të shpëtuar gjën e gjallë që ka mbetur e bllokuar. Prurjet e lumit Seman po vazhdojnë të mbajnë të rrethuar sipërfaqe të mëdha bujësore edhe në bashkinë e Dimalit, duke shkaktuar dëme në të mbjellat e fermerëve.